Bushat? Për? Fragmentarizimi. Po, fragmentarizimi. Tani, ndryshe nga zoti Noka, unë mendoj që fragmentarizimi është një realitet. Pra, na përplaset syve. Problemi është të mos shohësh që ka fragmentarizim, do të thotë mos njohësh kundërshtarin që ke përballë. Fragmentarizimi është një pjellë evidente e autoritarizmit shqiptar. Pra, nga Putini deri ke Vučići, opozitat janë të fragmentarizuara se në një sistem jo demokratik nuk mund të kesh opozita unike. Jo të gjitha, po të paktën nga 2 parti që kanë dalë së fundi nga PD-ja, janë këto partit që deri para një viti mbajti Rama me vull në xhep. Ju po flisi për Bashën dhe për... Jo vetë, Ali Bej. Jo vetë, ma do tjerë të diskutojmë. Pra, 2, jemi prezent që në zgjedhjet e kaluara, ligjin për ta e ndryshoj Rama pikrisht për të fragmentarizuar opozita. Pra, regjimi ka bërë gjithçka për ta fragmentarizuar. Dhe duke thënë, kjo më shqetëson mu, duke refuzuar fragmentarizimin, ju duket një pak si Liza në botën e çuditërave. Pra, nuk pranoni gjithë vështirësinë, ligësinë, kriminalitetin e kundërshtarit keni përballë. Rama duhet vlerësuar dhe për këto, dhe duhet luftuar dhe për këto, po the këto se ekzistojnë, nuk një pjesë të mekanizmit kundërshtarit që ke përballë. Themun. Fragmentarizimi. Unë i shkoj afër logjikës së zotit Bushati. Pse? Edi Rama, duke mos patur... Afër fare apo edhe pak larg? Do ta shohim. Okej. Duke mos patur asnjë alternativë për t'ju dhënë shqiptarëve dhe duke parë veten që është në zgrip dhe ka marrë rokopujen, u përpoq të përçaj të fragmentarizoj opozitën. Tu si me logjikën time, se unë them është me i fortë se kur. Prit. Rëmben zgjedhjet ai. Jo, prit. A të thua ti, po prit mos u. Rokopujt, s'thashë. Jo, ke gabim. Dakord, mirë. Ja, do të argumentoj pse. Dakord. Ka ndodhur kjo që thatë ju, deri tani. Por e argumentoj, po mos në ndodhe pa bera datë 11. Nuk do ndodh, t'ju a them unë. Se po në ndodhe datë 11, pastaj argumentoj që duhesh. Unë ju dëgjova, ju lutem më dëgjoni. Tani, po, ne kemi patur të gjithë bon sensin për t'i bashkuar, për t'a bërë opozitën totale në front. Totale. Po, unë jo personalisht, Sali Berisha po. Unë e kam thënë dhe e them kudo. Unë nuk kam qenë, për arsye se unë e di me detaje se si është marrë pengu, se si është marrë peng Kaplan Pallati, se si është marrë peng Agron Shehaj, dhe se si kontrollohet dhe është instrument i Lali Vjetësit Adriatik Lapaj. Se një Shaban është i pak konzrush, nuk e llogaris. Se ka qenë shoferi Krishnik Spahijut. Tash u s'mund të komentoj shoferin e Krishnik Spahijut. Është turp për ne, që të merrim të bimë në këtë nivel. Dhe shoferi që është një Shaban. Shaban ja. Domethënë kjo është. Mos e ke gabim. Po për të se kam gabim, lutem ta mbaroj. Tani çfarë? Sali Berisha i ka kërkuar gjithë partive opozitare, ju ka dërguar mesazher për t'ju thënë është koha të rrëzojmë Edi Ramën, të jemi bashkë. Do të kemi kohë për të ndarë gjërat me njëri tjetrin. 1 për 1. Mirë po i dashur Ylli, kur je peng, dhe kur je peng, lidhesh te pengu të interesi jot me cilin i marr peng, nuk le kush t'jesh i lirë me dimari. Çfarë ndodh? Parti të krijuara, të stisura, për të dëmtuar opozitën. Pra, i ka emruar Edi Rama opozitës. Pa ne u them ato që thash. Pse? Qytetarët sot e dinë, ja po ja u them unë shkurt shqip. E kam thënë edhe media tjera, po ja u them te media juaj. Ylli, hapni ngjarjet e 21 janarit. Do të gjeni Laert Kolën, të riun me flok gjata, që po lyej me botë kuqe, në njërën anë e lyen Erion Veliaj, në anën tjetër e lyen Adriatik Lapaj. Soros.
O, Flamor, kjo është shumë e vjetër. Të lutem. Shumë e vjetër. O, ti të lutem. Çdo kush që ju del kundër ju, jo ka... O preq, atë lutem. Po tashi... O preq, të lutem, mos bëj avokatin, se se më vjen mirë që të bësh avokatin e këtyre. E këtyre njëse Kjo lloj për çan opozitë. Maroje ti se këte avokatin pastaj e diskutojnë. Po ne do të rrim ca parametra logjike. Të lutem. Se të bëjmë avokatin e logjike. Kur ju folët si ndërhyrë asnjërit. Avokatin e... Kur ju folët si ndërhyrë asnjërit. Pra, ky njeri, të cilin pastaj e urdhruan të shkoj në sqedollat e Krishnikut, ky njeri nuk është opozit. Ky është urdhruar të bëjë opozitën e opozitës. Sepse çdo parti që është opozit dhe që don të rrëzojë Edi Ramën, nuk bëhet patrice Edi Ramës. Një, e dyta. Unë Agron Sheha në studin tuaj i kam paraqitur dokumentat që e kompromentojnë në lidhje me Erion Veliajn. Prija mos u ngut. Mos u ngut, Agron Sheha mund pa. I kam parë. Do të them tjetër unë. Po i kam ndjekur. Atë mbaroj gjë tjetër tani. Pa i flet kundër Agron. Atë mbaroj unë. Kundër Erion Velis, ka lënë gjepa thën këtu. Jo, asgjë. Po s'ka lënë gjepa thën. Ylli dhe ai tani në sondazhe merr një minutë më, që duhet ta kesh. Jo mik, jo armik, po mik. Jo, pa atë mbaroj. Të bësh nesër. Atë mbaroj unë. Merr 6.4% në sondazhe. Sondazhet me ty. Sondazhet alla Kamala Harris që bën në Shqipëri. Gjëju të mu ty. Do me thënë janë gabim të gjitha. Të gjitha, edhe Donald Trump. Ishte humbës me sondazhet, ishte Kamala 10 pikë përpara, se sondazhet i prodhonte të gjithë mafia e George Soros. Merrni kapelen e Trumpit, merrni dhe bojën e asaj, vini dhe bojën, merrni kapelen, prisi kundër Kamala dhe prisi 11. Sepse Agron Shehaj ka qenë kur Kamala Harris. Jo, po ka qenë. Asnjë. Ta them unë se ka qenë. Çfarë do më thosh ti? Ta them unë. Ka qenë kur? Po ta them unë. Ka qenë gjithmonë. Ore ta them unë, vetëm një sekond. Tani ylli. Rezultatin e thellë Trumpit e huqën gjithë sondazhet në Amerikë. Të gjitha, po rri tash. Jo tani të fundit jo. Unë e huqën. Zgjedhjet e fundit jo. Të gjitha të fundit. Sondazhe serioze jo. Një gjë mbani mend, ylli. Një gjë mbani mend. Sondazhet siç dështuan sondazhet e Deep State-it në SBA do të dështojnë gjitha sondazhet e paguara nga Endri Fuga dhe Edi Rama në Shqipëri. Pik. Tani vazhdojmë. Agron Sheha, do një fakt tjetër? Po. Ylli, shkojt dalë thot që s'merr tendra në qeveri. Vllajti, dalë thot që kompania Kapital, prit Prime Capital. Nuk e kemi këtu. Ta mëroj. Nëse mundeni, do ta futim në linjë. Nëse mundeni. Po fute. Shehajin edhe nëse ai do, po se ti po sulmon. Ta them tani sikur do të. Ta them unë. Sikur Sheha është Edi Rama. Jo, ti mos u shqetëso ti. Unë nuk shqetësoma edhe për lapajn, edhe lapajn gabim për njësh. Ore pse shqetësohesh kur ta? Po se është as lapaj këtu as shehu. Ore zotri pse shqetësohesh kur ta sulmoj? Unë shqetësohem. Po Ramën ti nuk shqetësohesh. Unë jam antar i partisë më. Të lutem atë. Të dro. Jo. Po sulmoj më bëj çfarë duash. Atëherë dëgjoj. Atëherë më dëgjoj. Po mirë, hajde, pse e pranon në bisedat e ti? Se ju e di çfarë bën jo? Unë kam pranuar. Po ti ai që më ke thonë. Po ndoshta vetëm ti jo më burr. Po unë po flas unë. Më le të vraj unë. Vetëm ti jo. Atëherë më le të marr unë. Po nga partia tënde mua më thonë jo partitë e vogla, jo partitë e tjera. Ma thonë mua më. Të lutem, më le të marr unë. Okej, marr. Tani. Prit. Tani unë kam një pyetje. Na lëre këta të diskutojnë një. Jo, pra unë i lash nuk ndryja asnjëri. Kompania Prime Capital ka marrë leje për resort turistik në Gjirin e Larzit? 1. A marrë do të... Prit. Prime Capital Prit. Ajo kompani që dërtoj vilën e Ajola Zozës. 2. është marrë nëntor. E dyta. A ka marrë tender në Ministritë e Qeverisë i vllai i Agron Shehajt? Tash të bëj pyetje ju. Guzon vllai më afru në ministri, vllai më edhe me qenë 5 km larg i shpallën armik. Është vllai tënd, është... Kam një pyetje. Çfarë është? Është biznesmen. Jo. Jo, se kush është? Vllai ti është biznesmen. 1 minutë. Tendra e qeveri. Do të them unë. Kujt po thua ti? Po ty fshehin emrin në 3-4 të ndërtojnë gjysmë Tiranës ndërtojnë. Thuaj këtu siç e them unë. Asnjë te unë nuk ka që është i zhytur në qeveri. Në Partinë Demokratike s'ka asnjë. Urdhro pres. Mund të lësh për një pyetje. Po patjetër. Cilet nga këto parti që për cilat po diskutojmë ne keni thirrur ju dhe cili ka qenë formati, delegacioni? Kush e ka organizuar? Po ta them unë. Nënkryetari i Partisë Demokratike, një nga nënkryetarët ka qenë njeriu që i ka takuar dhe ka biseduar. Edhe këto që po thuti, ma kanë marrë tendra gjithë me... Jo, nuk ju ashton këto, janë thirrur. I ka marrë masi... Ta them unë, ata mbaroj unë. Dhe ta mërë. Unë të bëra, unë të sjarova... tendra, keni thirrë... Preq, ke qeni pavëmëndshëm. Falë që për ta them, pse ishe pavëmëndshëm? Ta them unë, sepse unë thash
unë kam qenë kundër sepse unë i disponoj këto dokumenta. Dakor, ti e nga partia. Të lutem, unë kam qenë kundër sepse unë disponoj këto dokumenta. Dhe mbro pikpamjen tënde. Preq, të lutem. Kundër koalicion. Unë këtu i dashur preq, flas çdo gjë dhe unë e kam thënë këtu dhe kudo. Fal. Unë kundër koalicionit, se na letëson. Dhe për çdo gjë që them, kushdo ka drejtë të më hedhë gjyq mua. Pse unë disponoj dokumenta për çdo gjë them. Mos i klar. Unë nuk flas ndaj. Je kundër, e kuptuar. Jo, sqaroj. Unë nuk flas ndaj. Ky jam unë. Ke qenë kundër koalicionit, je kundër koalicionit. Ky jam unë. Pret nga ata. Pret që ata të pushojnë se ekzistojnë si ata mbaroj. Jo, ta mbaroj. Unë kur janë thirrur, unë kam qenë kundër pse? Sepse unë e di që si janë krijuar me detaje. Si është krijuar kjo, si është krijuar kjo, si është marrë peng ky, si është marrë peng ish kryetari i imi dhe joti i përbashkët, si është marrë peng, e di me detaje unë gjërat. Do të thoshti nga e di, preq, shumë veta kanë funksionuar, kanë bërë politikë për të bërë para, unë kam bërë politikë për të marrë informacion. Dhe unë fuqinë time mbarë të informacionin, jo të paraja. Kjo është gabim apo merit si të doni quani. Jo, unë aty e kam. Jo, unë e kam fuqinë kryesore të informacioni. Ke monopoli. Kur dalun them, që për një informacion që them, hidh një gjyq, do të thotë që unë i disponoj dokumentat për çdo gjë. Jo, kjo po ta them unë ty ja. Se di ti po e di ylli se e kam thënë këtu shumë vetë në studio. Ky jam unë. Jo, ky. Dhe jam duke thënë, kam qenë kundër për këtë arsye. Por kur partia prevalon mbi mua. A mund ta bëjmë si diskutim? Dhe u vërtetua fakti që thashun. Pse? Që asnjëri s'guxon me arë sepse padroni nuk i lejon. Tani shqiptarët duhet të dinë të vërtetën. Po të votojnë për patericat e padronit, është një lloj si të votojnë për padronin. Ka një kontradikt. Sepse ata nuk pranuan të jenë opozitë. Pranuan të jenë opozita e opozitës. Tani themi edhe gjë tjetër. Edi Rama, pengun ish kryetarin tonë dhe timin, e merr çdo mëngjes telefon dhe i thotë, do dalësh do thuash këtë gjë, dhe unë do dalë do të them këtë gjë. Është humor, gallat. Tash është opozit ky? Tani si e diti këtë, ja ç'provë ke ti? Ja një minutë. Ja, preç, të lutem. Ç'a prove ke ti? Prove ke ti? Gjetete Edi Rama dhe jam dakord, zakondushtoj. Se ti thua unë flas vetëm me. Po. Më thuaj ç'provë ke ti që Lulzim Bashën, siç thua ti tani, e thret Edi Rama dhe i jep urdhrat e veta. Let ma kërkojnë ai që duhet ma kërkojë, t'ja them unë. Kush jam po ta kërkoj unë gazetar? Tu e publikisht. Nuk e them dot sot. Se kush ta kërkoj? Ma kërkoj Rama ose Pengu. Si ka Rama në këtë histori? Rama s'ta kërkon kur, po që se e ben, sepse do ta mbaj sekret. Unë po ta kërkoj jam gazetar. Dhe unë do të falenderoj shumë në qoftë se ti thua tani, unë kam këtë provë zotri që Lulzim Basha është, bile Lulzim Basha del dhe thotë që ju jeni të lidhur me Sali Berishën. Ju ndërtoni me Sali Berishën. Lulzim Basha thotë më. Ore, se unë i mora një 3 kate kull. Unë ishte me rogë, a ishte me rogë. Një lloj ishim. Ore, jemi okej. Kam një shtëpia i 3 kate kull. Në momentin që i thua kam prova. O, Ylli. Ziri prova. Nuk barazo, ti të vesh barazim. Jo, s'po bëj barazim unë, jo. Unë nuk bëj dot. Ore. Pra, o, Ylli. Kjo janë pengje zotri. Ne dim, ne të pestu dim një gjë, të pestu. E dim shumë mirë. Edi Rama është i vetmi pushtetar në 35 vite në Shqipëri që korrupton, që është kryesisht i korruptuar, po korrupton, blen rival dhe kundërshtar dhe i keq përdor dhe në fundi hedh. Dhe këto që i kam unë, që ta dishti, me i do ta dishti, pasi i ka bler dhe i ka futur thes, a i gjen vete Edi Rama rrugë për të quar këto informacione, sepse... Po duket, në fund ditës duket shkur e keni garën me këto partitë e vogël. Jo, zotri, jo, kam një gjë. Po sepse në çdo studio që del merresh me Agron Shehe, merresh me Lapën, merresh me Bashën. Unë në çdo studio që dal kam një detyrë. Që opozitarët e vërtet t'i sqaroj se çfarë përfaqësojnë këta. Kjo është një nga detyrat e mia si opozitar. Dhe t'ju them çdo shqiptari që ju këto janë të tillë dhe çdo vot që ju çoni te këta është doppio vot që keni çuar te Edi Rama. Kaq është edhe nuk flas më për këtë çështje. Jo, tani kjo do kundërshtim, kjo të se të dëgjuan. Do flasin tani. Ti ke mori preç i para, po unë jam gati. Unë këtë vazhdo pushatoni ju tash. Ja tani. Të thonë kolegët më. Kjo fakt është një smundje e vjetër për mua e PD-s, nuk është e sotmja. Pra, që kush nuk i bindet Saliut, është tradhtar se ka shkuar te kundërshtari. Koha ka vërtetuar që gjithë kanë shkuar te kundërshtari, kur i ka drejtuar gishin Saliut. Koha, mas 35 vjetësh, koha ka vërtetuar që Saliu, kur i ka drejtuar gishin, ka qenë... Po e lem bushatin, ta lem bushatin. Vazhdojmë. Edhe ti do të përgjihesh çfarë duash ti. Tani, ne nuk e dimu se vë dorën zjarë për asnjërin as për këto partitë e reja. Por
pse fabula që ju thatë i hedh poshtë dhe aludimet për partitë e reja që bën ju. Ju thatë fabulën e Lulit si një të kapur nga Rama. Djetë botrisht. A djetë botrisht. Tani, dhe gjithë narrativa... Para meja ke thonë ti këtë? Prit, një sekundë. Që t'jemi të qartë. Bile, unë isha duke... Ta mbaroj... Akoma si a thonë dhja plasë. Zoti Flamur, të konkludoj Bushati që të mos... Gjithë narrativa e Partisë Demokratike është që Luli na ka tradhtuar që kur bëri atë marrëveshjen e fshet në 2017 me Ramën, pastaj që kur nuk bëri këto të vetingu, shiti reformën drejtësi, pastaj na të shoj që të heqim mandatet, ikim nga parlamenti. Në qoftë se Luli ja ka bërë këto dhe ju jeni një parti që keni ngritur dorën pas Lulit, ju duhet ikni të gjithë në shtëpi. Pra në qoftë se Luli pas ka qenë ka gjeni që pas ka punuar brënda PD-s për Ramën dhe ju e keni ndjek mbrapa në gjithë aksionin e Lulit, kjo ka shumë problem. Taria, ka mundësi... Unë më kollaj... Të konkludoj, të lutem. Dhe do të leti... Tua qatë duesh, më zotë. Jo, ka një gjë, falë. Po ta dëgjojmë atë? A do të respektojmë një tjetër? Ta respektojmë pas këtë. Po ta dëgjojmë pra? Dy fjali kam unë. Më kollaj besoj që si që është në politik, Luli mund të ketë bërë diku një pakt me Edi Ramës, si që mund të bëni ju dje apo nesër, që nga marrëveshja 2008-ës e tjerë, ka pakte politika, po kjo agendëve të shitur që si Luli është dhe agroni, po është dhe lapaj si Luli, pra të gjithë të blerë, dhe kjo nesër mund bje mua, i thua Preçit, Rama këtu korrupton gjithë. Andi Tela është i korruptuar, Bushati është i korruptuar, Preçi është i korruptuar, sot që ka korruptuar Rama? Pa dyshim dhe unë besoj. Shumë se gjysma. Dhe unë besoj që... Të blerë, por kjo... dhe që flasin me kaseta pa logjik fare, vetëm për të bërë Edi Rama. Për të njollosur këdo që nuk mendon fikse si ju. Kështë këdo, kushdo. Opozitë sot është me Ramën, është edhe Arlind Qorri, por unë nuk e konsideroj as të krijuar as të blerë. Është opozitar natyral. E ka masakruar rilindja demokratike. Është opozitar natyral. E ka masakruar sulmoj se është i majtë. Jo, si që paguhet nga Rion Velia, kone protestave të studentëve, keni bërë të njëjtën fabul kundër Arlind Qorri. Pra është refren e zauruar.